Dëshmon në gjykatën e posaçme ishte dashura e Elvis Dedajt, e cila ka treguar detaje nga lidhja e tyre dhe konfliktet që viktima kishte me shokun e tij, Festim Qoli, për një pikë karburanti në Shkozet. Ajo rrëfen se ditën e ngjarjes Elvisi ishte i shqetësuar për çështjen e karburantit, të cilin e kishte vënë në emër të Festimit dhe donte ta vendoste në emër të mamas. Ish-partnerja thotë se konflikti mes Elvisit dhe Festimit ka ndodhur 2-3 muaj para ngjarjes. Me Elvis Dedajn jam njohur në mars të vitit 2011 dhe lidhja me të ka zgjatur deri kur ai ka ndërruar jetë. Kam qenë në universitet, me të u njoha përmes shoqes time që kishte shok Festim Qolin. Elvis Dedaj sapo kishte ardhur nga jashtë kur jam njohur me të. Ai kishte qenë në Holland. Në Shqipëri po diskutonte të hapte një pikë karburanti me Festim Qolin. U hap karburanti, ka qenë në Shkozet. Nuk kam qenë ndonjëherë te karburanti me Elvisin. Festimi merrej me menaxhimin. Elvisi jetonte me maman në Durrës dhe pjesën tjetër jetonin bashkë në Golem her pas here. Ditën e ngjarjes ai më solli në Tiranë sepse kisha provim. Unë bëra provimin, më çoi në Durrës dhe pastaj iku. Ka qenë ora 14:15 e pash nga televizori ngjarjen. Ditën e ngjarjes ishte i shqetësuar për çështjen e karburantit që e kishte vënë në emër të Festimit. Donte ta vendoste në emër të mamas. Festimi ishte në dieni të lidhjes time me Elvisin. Nënën e Elvisit e kam takuar për herë të parë kur u bë morti i tij. Kam takuar disa njerëz me të cilët shoqërohej Elvisi. Gjendja e tij ekonomike ishte normale. Për të ardhurat nga karburanti nuk diskutonim ndonjëherë. Karburanti ishte i Elvisit, por ai kishte vënë në emër të Festimit dhe konflikti ndodhi sepse donte ta kalonte në emër të Fatmirës. 2-3 muaj para ngjarjes ndodhi konflikti mes Elvisit dhe Festimit. Raporti mes tyre nuk ishte si më parë, pseudonimi i Elvisit ishte Loshi. Kam qenë në varrimin e Elvisit, Festim Qolin nuk e kam parë aty. Me sa kam marrë vesh ai s'ka qenë i pranishëm. Elvisi kishte disa celular, por me mua komunikonte vetëm me një numër. Pas vrasjes së Elvisit kam kontaktuar me Fatmirën. Unë kam qenë shumë e vogël dhe shumë e tronditur për ngjarjen. Me nënën e tij u takova rreth 40 ditë më pas kur i kam shkuar në shtëpi rrëfen ajo.